Sot këtu? Na kemi ardhur protestojmë se nga fatkeqësitë natyrore në ndërtu zë mall që kemi, fotokultura. Me molla, me darda, me qershi, me çdo gjë, o shkatru totalisht. A kanë ndim nga shteti. A kanë ardhur ekspert drejtorisë bujqësisë? Nuk ka ardhur asnjë ekspert. Tani i thon eksperti do ku duveçkë, ju ku dëni ju. Ju që s'ka ardhur asnjë. Ju e njihni kush është agronomi ju? E njohim agronomin si figurë. Ke premtore s'ka ardhur. Si figurë njihet. Me rrogën në teren s'del. Sa pëmtore keni ju? Unë kam një hektar. Qeshi. Po edhe? Dëmtu totalisht, 100%. A ka qenë dikush për t'i pa, për ta verifikuar? Nuk kemi pa. Sa problemi sa problemi ka. Kimi namë problemesh? Mos më bën. Mos më bën. Mos më bën. Se nuk ku marrë as bëj për shama të betas me kërkan. Nuk kësho mos ma bën mu. Lutëm shumë, po më Përgjithë nuk vitet nga një zor. mos ma bën. Përgjithë të mërojt vijë këtu. Se unë kështu, mos ma bën mu kështu. Nuk ka, po interesu me pa se qarë o bë. Asnjë. Na kemi ardhur këtu, kurse këta si janë kompetenta këtu, thonë, ma bën mu. Nuk është përgjigje, jo nuk marr as bëj shamat, as të map elekti mosët. Ama, të interesohen për dikon si na, a jemi popull shqiptar të rasimi na. Kurse këta e duan, të marrim në thesin shpejnë tani, e në me hik jashtë dhe këta të voten vetë, mos e na nuk voten no. Shtu si... Presa i dite që ka rabora s'ka... Jo, nuk e intereso, a jemi gjalla kemi vdek gjithë. Unë rrejmë me qëta, unë jë vetë i pesti njëri, rrejmë me qëtë bujtësi. Nuk jem t'i kërku as punë, as lek dorët mi ape, të paktën të interesohet e të mapet dëmë, si kom herë, shpenzimet si kom bë. Nuk jem t'i kërku të mape miliona lek të rejë unë kër shpëja të rejë vetë. Unë të rejë e të mbi lek të shpëji. Sa hektarë pëmtore keni ju? Unë kam 1 hektare e 800. 1 hektare, 2 hektarë, 1.8. Si pas jush është dëmtuar plotësisht? Totalisht, as nuk ka ngele në për të granë një kokë, jo për të granë nuk ka ngele ma. Ju jeni fermer i licencuar? Unë jem fermer i licencuar, po me nitje. Jemë këtu në altë bezirat imi. Dhe nga drejtoria bujqësisë apo nga këto nuk ka ardhur askush? Jo, nuk është interesu asnjë. Asaj agronomi i komunës tonë nuk është interesu me thonë, pa ta qemë një halë, se qarë halë i keni për domin si o bë, fatkatësi natyrore, nuk pa prishim, ama nuk është, kërkush nuk është interesu. Bisedova unë me agronomin dhe më tha, orte s'ta ka ardhur të kush marrë më parë, keni drejt në shote se jeni fushat të shtetë. Ju për fushat politike, keni drejt të vini shpi për shpi e njeri për njeri.
Kurse për bujqësi nuk ka rëndësi fort. Protestën që vazhdojmë na përvej lutje Allahit madh, zoti u atë hakut ti në qeveritarë, si nuk vitë na shohin ne njerë. Se kjo ka bë vakinë para 10 vjeç. E në erdhën i pa ne i regjistruar femtorët edhe asnjë gjë s'u bën. Na ka 10 kg naftë në vit. Ne ka 10 kg naftë api sa për ta rene ashtu se u kimi dhënë gjë, ne kur gjë hiç. Po për na, Friktini nuk presin për gjë, na e di. na nuk kemi hedhë të naftën. Unë kom bërë shpenzimet mëdhaja, unë e me letër të t'i vapë, se sa shpenzimet i kom bërë. Sa ke shpenzuar për shembull? Unë kom shpenzuar me 2 milion lekë ditën. Dhe nuk merr asgjë. Asë sen. Po, ju Jem me 5-6 hektar, ligja është maramense, asë njëri nuk vim parcel, shpenzimi vjetar minimumi është 10 milion lekë vjetra. Kjo është. Dhe ne në 2017 nuk dëgjëm, 2021 nuk dëgjëm, dhe në 2025 po dëgjëmi prapë. Asë njës për në shetë, asë njës për do të shkot me pashaport në BE, kur një kohë që e fermerët nuk i shef me SI. Ne kërkojmë nga shteti shpenzimet, na japet pak të shpenzimet, se naftën e kemi blejmë me lekë në dorë, plenat kimik i blejmë me lekë në dorë, helmet i blejmë me lekë në dorë, shteti fiton me TVSH 20% nga fermerët dhe nuk i shef fermerët asnjë. A kam bukë të shtëpi as kanë. ju e Janë njihni, gati 1000 fermerë gjithë Dibrën. ju e njihni agronomin e zonës tuaj? Nuk e njohim fare. Nuk ka as agronom. Agronom që vetë për të marrë rroga. Shteti i web rrogat aty në web hanet pi dhe fermerët nuk i shef.